Si që ceka të më thonë, Hudisheu është që t'ju bëj sa do pak një hyrje, një prezantim të shkurtër si përmarrës këshilltar strategjik ndërtues ekosistemit dhe folës ndërkombëtar. Ka filluar që me një pasion të hershëm për teknologjinë, ai sot këshillon kompani, drejton organizata ndërkombëtare dhe po ndërton ura bashkëpunimi mes biznesit shqiptar dhe diasporës përmes iniciativës së Business Network Albania. Kemi shumë për të folur, do bisedojmë kryesisht për sukseset shqiptare apo ndërlidhjen e sukseseve dhe bizneseve shqiptare me botën, edhe po ashtu se kur biznesi bëhet komunitet, më thënë sepse komunitetet e bizneseve dhe sukseset që mund t'i kalojnë, gabimet që ndoshta shpesh i bëjnë edhe mund të marrim edhe këshilla. Besoj që tashmë jemi në rregull për t'u lidhur me mysafirin. Përshëndetje Hudi. Besoj tashmë më dëgjon. Shumë kënaqësi që të kam sot në emision, besoj kemi shumë çka për të folur mbi biznesin, mbi komunitetet edhe mbi strategjinë e suksesit, le ta themi kështu. Patjetër, me kënaqësi, shumë faleminderit për ftesën. Vetë se para shumë je një emër i njohur në botën e biznesit, po le ta themi pak ndoshta se si nisën hapat e parë, si u bëre ti një dhe bashkë me biznesin. Është një rrugtim shumë i hershëm faktikisht, nis që në moshën 6-7 vjeçare me pjesën e teknologjisë dhe pastaj projekte të vogla në moshën 12 vjeçare, të pasuara me shumë sfida, shumë rrugtime të ndryshme derisa gjeta atë që më përket marketingun dhe teknologjinë. Edhe së fundmi normalisht edhe duke lidhur si përmarrës dhe investitor shqiptar është një gjë që e bëj me shumë kënaqësi dhe me pasion. Ke qenë, nëse nuk gaboj, kryesisht autodidakt, apo jo? Po. Çfarë ndikon kjo ndoshta më shumë drejt një shtytje që t'jep drejt suksesit, apo çdo rrugtim që merr e ka atë peshën e njëjtë? Padyshim, shkolla ka qenë një element i rëndësishëm për të formuar, por unë besoj te zhvillimi personal dhe normalisht për të patur një rrugtim të suksesshëm dhe për të patur, po themi, një rrugtim i cili do të përmirësoj ty si njeri apo si përmarrës, duhet të kalosh sfida dhe duhet të dish se si ti përballosh, si ti përjetosh edhe se si pastaj të bësh po themi, të gjesh një zgjidhje e cila do të bëj ty të bësh, po themi, gjën e duhur edhe të arrish suksesin. Normalisht që këtu ndikojnë shumë faktorë, ndikojnë mentorët e ndryshëm që bëjnë pjesë e rrugtimit, ndikojnë klientët, partnerët, pra ti mëson nga çdo kush dhe është pastaj në aftësitë tua për të implementuar këto në vendet e duhura. Çfarë mund na thuash, çfarë kanë bërë bashkë të, sepse ke kaluar nga kompani të vogla në kompani shumë të mëdha edhe ke eksperiencë apo përvojë me shumë biznese dhe je po ashtu këshilltar kompanish, je një biznesmen, le ta quajmë kështu, ke përvojë shumë vjeçare që nga fëmijëria e hershme, çfarë të përbashkët kanë këto kompani, qoftë e madhe apo e vogël, drejt suksesit, të cilat arrin sukses dhe dua të di po ashtu se ndoshta cilat janë gabimet më të shpeshta, flasim këtu kryesisht për bizneset shqiptare. Atëherë, çfarë është e përbashkët, mund të them dëshira dhe ambicia, të gjitha bizneset krijohen për një qëllim të caktuar, për të arritur në tregjen ndërkombëtare dhe për të patur sa më shumë klientë, sukses, fitime gjithashtu. Diçka që bizneset shqipfolse, mund të them, në gjithë rajonin harrojnë të bëjnë është të lidhin biznesin me misionin. Është shumë e rëndësishme që në çfarëdo lloj biznesi që bën të ndihesh vetvetja dhe të bësh diçka të cilën ti mund ta përfaqësosh denjësisht, sepse në fund të ditës biznesi është vlerë dhe kjo vlerë duhet nisi nga themeluesi, nga drejtuesi dhe pastaj të shtrihet te konsumatori. Ajo çfarë shoh unë në fakt në vendet e rajonit, jo vetëm në Shqipëri, është, po themi, në fazat e hershme fakti që nuk kanë një strategji dhe një pasqyrë të qartë të asaj çfarë ata po bëjnë. Dhe ndoshta ky element ndikon shumë në vazhdimsinë sepse nuk ka diçka të qëndrueshme. Domethënë më shumë kemi mungesë ekzekutimi, le të themi, e jo idesh apo jo? Po, ide kemi pafund, ne jemi një popull që shquhemi për ide, edhe shumë mirë të kesh ide, po problemi është gjithçka tek ekzekutimi. Pra, duhet të marrësh risqe, duhet të bësh një strategji të mirë menduar, të mirë planifikuar dhe të mirë kërkuar. Duhet të njohësh kush janë konkurrentët apo aktorët e tjerë në atë treg që ti po futesh, dhe mbi të gjitha të synosh globalizimin, sepse ne
si Shqipëri, Kosovë, Maqedonia e Veriut, Malëzia apo gjithë rajoni, jemi tregje shumë të vogla dhe normalisht për të krijuar diçka me vlerë do duhet që të nisemi me idenë për të shkuar në tregje pak më të mëdha. Dhe këto ndikojnë sepse duken si gjëra shumë të vogla në fillim, por ndikojnë në ecurinë dhe në formimin e shumë themeluesve të rinj. Unë shumë startup founders që takoj, të gjithë mendojnë që të bëjnë diçka lokale me idenë që më vonë mund të zgjerojmë. Jo, mendësia duhet jetë ndryshe. Duhet mendojmë për të shkuar globalisht, duke nisur nga tregjet e vogla. Por kjo mendësi duhet të ekzistojë që në fillim. Këtë doja dhe të pyesja, si këshilltar strategjik, nëse një njeri shqiptar dëshiron të fillojë sot biznesit e tij, ku do i thoje të fokusohej më shumë? Te kjo, tek qëllimi që të shkojë global, apo fillimisht fillojmë me hapa më të vegjël? Shiko, gjithsesi ata me hapa më të vegjël do të fillojnë. Kur flas për mendësinë, flas në aspektin se si strategjia do formohet dhe se si modeli biznesi do të krijohet. Ajo çfarë dua të them për sirmarsit e rinj, qoftë një moshë e re apo dhe një moshë relativisht ndryshe, duhet fillimisht kuptuar se kush je dhe se çfarë vlere mund sjellësh në treg. Nuk duhet krijuar një biznes thjesht sepse duhet bëj biznes. Gjëja e parë që unë mundohem të ndihmoj, kryesisht shqiptarët, shumë prej tyre ndihmoj edhe pa pagesë normalisht, është fakti që duhet kuptuar se ky produkt që ti po sjell në treg, a ka vërtet nevojë tregu apo është thjesht një nevojë personale? Sepse shumë njerëz mendojnë që ajo çfarë ata po sjellin në treg është zgjidhja e duhur, por në të vërtetë kjo mund të jetë, po themi, një mungesë vetëm e jotja. Pra duhet të bësh kërkime mbi tregun, duhet të fillosh të komunikosh me njerëz për këtë ide dhe pastaj të fillosh të krijosh një strategji apo baza mbi këtë ide. Besoj kjo është aja, nëse nuk kryen këtë proces, mund të bësh biznes, mund të gjenerosh disa të ardhura, mund të arrish të kesh një pjesë të tregut, por është një biznes afat shkurtër dhe nuk do të shkojë shumë larg, nuk do të shkojë shumë gjatë, sepse nuk ka rrënjët e forta. Duke qenë se jeton, nëse nuk gaboj, mes Tiranës dhe Londrës, apo jo, ku qëndron, le themi, ai ndryshimi thelbësor tek kultura e sipërmarrësve apo e suksesit ndoshta në rajon dhe ndërkombëtarisht? Shiko, kultura është, ne kemi faktikisht si shqiptar, kemi një gabim thelbësor që unë e citoj këtë dhe në eventet që ne zhvillojmë nga Business Network Albania. Ne si shqiptar kemi bindur veten dhe i themi vetes për ditë që ne si shqiptar nuk mund të bashkëpunojmë. Kjo nuk është e vërtetë dhe normalisht kjo na ndikon pastaj në procesin se si ne bëjmë përzgjedhjet. Ajo çfarë kanë të huajt kryesisht britanikët është fakti që ata i besojnë njëri tjetrit. Pra, një marrëdhënie nis me besim, nuk nis me pesimizëm apo me pikpyetje siç nis në Shqipëri apo në rajonin përreth. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është normalisht aksesi. Po flasim për Britaninë ku ka miliona biznese, ku ka, mund të them, është qyteti me ekonominë më të fortë momentalisht financiare në Europë. Çdo produkt që lind në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkon drejt Mbretërisë Bashkuar për të zgjeruar pastaj drejt Europës. Kështu që ata kanë disa oportunitete, kanë disa mundësi të cilat ne nuk i kemi. Por ajo çfarë ne kemi ndryshe totalisht nga gjitha bizneset që kanë bashkëpunuar në Londër është dëshira dhe energjia. Pra, duke qenë një popull i vogël, duke qenë një popull që ne nuk kemi pasur shumë mundësi dhe, po themi, oportunitete ndryshme, ne përpiqemi pak më shumë, jemi pak më të dedikuar. Thjesht ne evitojmë disa procese. Pra, siç të thash, ai procesi A, ne përpiqemi ta evitojmë për të shkuar shpejt atje. Nëse ne do arrijmë të bëjmë të gjitha këto, do të mund që ne pastaj të konkurrojmë me tregje më të mëdha siç është Mbretëria e Bashkuar. Duke qenë se në Mbretërinë e Bashkuar kemi shumë diasporë shqiptare dhe po ashtu në mbar Europën e mëgjër, kemi potencial ekonomik që nuk po shfrytëzojmë akoma nga diaspora shqiptare? Po, padyshim. Nëse më lejon këtu mund të flas shumë shkurt. Kur ne themeluam Business Network Albania, bëm disa kërkime. Ka më shumë se 100.000 sipërmarrës me origjinë shqiptare në gjithë botën, përveç atyre që gjenden në trevat e rajonit. Këto janë çfarë janë të identifikuar dhe padyshim ka numra akoma edhe më të lartë. Ka më shumë se 500.000 profesionistë. Ajo çfarë ne kemi vënë re, kemi qenë për shembull në Edinburgh dhe në Glasgow, në dy qytetet Skocisë.
dhe është një distancë prej 30 kilometrash dhe shqiptarët nuk njihin njëri tjetrin në biznes. Dhe kjo është një disavantazh shumë i madh, sepse ishin kompani shumë prestigjioze, kompani me një potencial të jashtëzakonshëm, dhe kur vjen puna në ekzekutim, ata bashkëpunojnë me kompani indiane, me kompani britanike, me kompani italiane, pra nuk janë të fokusuar drejt bashkëpunimit. Kjo ka ndodhur për disa arsye, ka humbur besimi i diasporës, ne jemi duke punuar dhe duke treguar disa vlera ndryshe faktikisht në këtë drejtim, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, nuk ka pasur infrastrukturë. Pra deri më sot nuk ka pasur një infrastrukturë që të lidhi dy shqiptarë, qoftë kjo të ndodhen në shtete ndryshme apo në qytete ndryshme. Në momentin që sot diaspora po fillon të formësohet edhe një herë, pra është diasporë e re, sot që flasim është gjenerata e re e diasporës, kryesisht persona që janë të prirur ndaj inovacionit, teknologjisë, marketingut, dhe këta persona kërkojnë gjithmonë zgjidhje të reja, platforma të reja se ku ata mund të fokusohen. Dhe padyshim këtu shkon një progres. Bashkëpunojnë këta, më falë se po ndërprej, bashkëpunojnë këta më shumë me njëri tjetrin apo prap janë të prirur të anojnë te kompanitë e huaja? Po, bashkëpunojnë. Unë mund të marrë një rast, ne në konferencën e Londrës kemi pasur 223 pjesëmarrës, që janë kryesisht sipërmarrës, pronar biznesësh dhe investitorë. Për më pak se një muaj ka pasur 10 kontrata që janë zhvilluar nga shqiptarë që ishin prezent në këtë event. Është një numër relativisht i lartë për një muaj, sepse normalisht bashkëpunosh, merr kohë sepse duhet njohësh produktin, duhet njohësh partnerin, dhe fakti që kjo ka ndodhur shumë shpejt, me ritme shumë të shpejta, tregon shumë, por siç e thash, duhet bërë shumë kujdes, sepse ka të bëjë shumë personat me të cilët ti komunikon dhe ka të bëjë shumë me mendësia që ata janë arritur. Pra, një person që ka emigruar në vitet 90 nuk ka të njëjtën mendësi si fëmia i tij, që ka lindur dhe është rritur në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka një frymë ndryshe bashkëpunimi. Hyn këta të rinj, le t'i quajmë këta sipërmarrës të rinj tashmë tek pjesa e komuniteteve të bizneseve që dhe ju vetë po mundoheni të krijoni, domethënë besoj është e rëndësishme që një sipërmarrës apo një kompani të jetë pjesë e një komuniteti biznesesh, apo strategjia apo sipërmarrjeja. Shiko, unë nga eksperienca ime kam qenë pjesë e shumë rrjeteve dhe kam kontribuar në shumë rrjete biznesi, të huaja flas, dhe aty kupton se sa i rëndësishëm në vetvete është komuniteti dhe njerëzit që të rrethojnë. Nëse nuk ndeshesh me këto, nuk e kupton. Të duket diçka që njerëzit po flasin ajër, po flasin për teori, por në të vërtetë është shumë praktike. Unë do marr një rast shumë të thjeshtë. Para 6 viteve, unë njihja maksimalisht 100 biznesmen. Nëpërmjet rrjeteve të biznesit, sot kam më shumë se 6.000 kontakte, me të cilët jam takuar minimalisht një herë, dhe me një pjesë të madhe të tyre kam shkëmbyer kapital, pra kam bërë bashkëpunim, kam bërë biznes. Kjo nuk vjen duke ndenjtur në shtëpi, duke punuar remote, pa hequr asnjë lloj potenciali këtu që ka kjo gjë, por duhet që njerëzit të aktivizohen, duhet të shkojnë në evente, duhet të përdorin platforma, duhet të takojnë njerëz të rinj, duhet mos të kenë turp të tregojnë idenë e tyre, duhet mos të kenë komplekse, nuk duhet të kenë ndjenjë inferioriteti, pra duhet të jenë shumë të hapur, dhe gjëja e parë që duhet ndodhi është që në momentin që kontaktojnë Hudin apo çdo tjetër, mos të nisen me pikpyetje, të nisen me ndjesinë që unë do t'i besoj këtij njeriu. Vetëm kështu mund të funksionojë. Domethënë po thuaj që networking luan rol të madh në botën e bizneseve. Nuk arrihet domethënë pa lidhjet, pa këtë rjetizimin, edhe po ashtu besoj që dhe vetë komuniteti ka një avantazh konkurrues po aq sa edhe kapitali, apo jo? Patjetër, po funksionon në këtë formë, pra në rastin konkret sot që flasim, unë kam shumë persona që më kontaktojnë për shërbime, produkte, biznese të ndryshme, dhe duke qenë që unë e drejtoj një komunitet së bashku me gjithë kolegët e mi të tjerë, nëse mua më vjen një kërkesë apo një ofertë për një shërbim, unë fillimisht do ta ndaj këtë me persona që janë pjesë e këtij rrjeti, sepse mua gëzohem dhe gjithashtu krijohet një frymë dhe një energji shumë e mirë kur një person me cilin ti bashkëpunon fillon të forcohet, fillon të krijojë kapital, fillon të krijojë biznes të suksesshëm, sepse vetëm në këtë formë mund të krijosh edhe ti biznes të suksesshëm, sepse fakti që ti je pjesë e këtyre njerëzve, këtyre bisedave, do të ndihmoj ty që të bësh, po themi, një nivel më sipër në karrierën tënde profesionale. Kështu që për mua rrjetëzimi, kontaktet
janë baza e të bërit biznes. Nëse nuk njeh asnjë, nuk ke se si të shkosh te klienti, pra askush nuk do të njohë ty. Mirë, po jetojmë para shumë vetë se në një botë, le të themi, një kohë pothuajse komplet digjitale dhe remote working e kemi gjithandej, ndërtohen dot këto ura biznesesh edhe përmes, le të themi, urës apo botës digjitale, përmes telefonave, përmes rrjeteve sociale, apo takimi fizik ngelet i pazëvendësueshëm? Janë dy komponentë që nuk mund të krahasohen në pikpamjen time, kjo për dy arsye. Konferencat dhe eventet fizike apo takimet fizike personalisht luajnë një rol të rëndësishëm në të kuptuarit personin që ke përballë dhe padyshim lidhja krijohet më e fortë. Por mos harrojmë diçka. Sot bota ka ndryshuar rendin e saj dhe është, po themi, një lehtësi shumë e madhe që platformat online, dhe ne për këtë arsye kemi ndërtuar dhe kemi aktive sot që flasim, janë ndërtuar për një qëllim të caktuar që nuk ka më kufi. Pra, nuk të nevojitet më të marrësh një fluturim për të shkuar në Londër për të takuar një sipërmarrës, por ti këtë mund ta bësh fare thjesht online. Por që vlen për të theksuar, është shumë i rëndësishëm se këto platforma apo këto komunitetet janë njerëz të cilët kanë kaluar një filtr apo kanë kaluar një proces verifikimi, që janë persona serioz dhe janë persona të cilët kanë mundësi për të blerë shërbime apo produkte. Dhe mendoj se bashkimi këtyre të dyave, këto komplement tjetër, bashkimi këtyre të dyave bëhet shumë i fuqishëm. Por nuk mund të them nëse është njëra apo tjetra, sepse unë personalisht vi nga një botë ku inovacioni ka qenë pjesë e ime qysh prej fillimit. Por në të njëjtën kohë kontakti me njerëzit është fantastik. Nëse dikush arrin ti bashkoj këto të dyja dhe të krijoj diçka midis këtyre të dyjave, mund të bëj një biznes të jashtëzakonshëm dhe super të suksesshëm. Dhe të pyes edhe pak shkurt mbi komunitetet para se të kalojmë tek Business Network Albania, sepse dua të flasim pak edhe për to me qenë se je kryetari i saj. Sa të gatshëm jemi ne në rajon, po edhe diaspora shqiptare që faktikisht të bëhet tashmë pjesë e këtyre rrjeteve, po edhe të kontribuojnë në to? Është një proces informimi fillimisht, siç të thash, diaspora ka pyetjet e veta, me të drejtë, sepse shumë gjëra janë keq përdorur, por mendoj që jemi në një fazë shumë të mirë. Sipërmarrësit e rinj kryesisht, po edhe sipërmarrës të cilët janë, po themi, në një konstante në të bërit biznes, e kuptojnë se sa i rëndësishëm është shfrytëzimi. Ne kemi shumë kërkesë të drejtën dhe interes nga të gjitha shtetet e rajonit. Kemi gjithashtu shumë interes nga kompanitë tuaja të bashkëpunojnë. Pra kjo është elementi kryesor se përse tregu vendas është interesuar në këto rrjete, sepse siç të thash, ne kemi tregje shumë të vogla. Dhe këta njerëz kanë filluar ta kuptojnë. Ka shumë aktorë të ndryshëm, ashtu sikurse ne, Business Network Albania apo rrjete të ndryshme, biznesi, që prej vitesh po informojnë dhe po edukojnë ekosistemin shqiptar se përse duhet bëjmë pjesë e këtyre rrjeteve, komuniteteve apo dhomave tregtisë. Është shumë i rëndësishëm të kuptohet një element themelor që çdo biznes mund të bëjë biznes lokal, mund të shesi një produkt fizik. Por potenciali më i madh që ne kemi është eksporti. Pra ne kemi mendje shumë të ndritura, kemi një potencial të jashtëzakonshëm të produkteve që krijohen dhe zhvillohen në këto shtete. Dhe fuqia më e madhe është që ne nga këtu, me kosto më të ulta, të prodhojmë dhe të krijojmë një identitet për të shitur në tregje globale. Dhe kjo ka filluar të kuptohet, padyshim. Çfarë bën Business Network Albania ndryshe nga rrjetizimet tradicionale apo platformat, eventet tradicionale të rrjetëzimit? Edhe dua di pak më, ndoshta më konkretisht mbi rezultatet që keni sjellë deri më tani. Ndryshe. Është një term, të them të drejtën, që nuk di ta cilësoj nëse është ndryshe apo jo, por di të them që ka një vlerë shumë të madhe në treg global dhe mund të them që është një organizat e cila mbi të gjitha ka integritet dhe sjell vlerë. Nëse ky quhet ndryshim, mund ta cilësojmë si të tillë. Ajo çfarë ne po zhvillojmë, që është shumë e rëndësishme, ne po orientojmë në dy vertikale të ndryshme, pra digitalisht dhe fizikisht. Pra kemi një platformë shumë inovatore, e cila është ndër organizatat jo të vetme, po të pakta, të cilat kanë një platformë digjitale, ku një sipërmarrës nga
Maqedonia, fare thjesht mund të takohet me një profesionist ose me një sipërmarrës tjetër në Zvicër, në Paris, në Milano, whatever, kudo ku janë ata. Fare thjesht mund të shikoj profilet e kompanisë të këtyre personave, mund të shikoj gjithë informacionet dhe në të njëjtën kohë promovon dhe biznesin e vet. Përveç kësaj, ne kemi ndërtuar aty shumë funksionalitete që bëjnë shumë të thjesht gjenerimin e klientëve të rinj. E para. E dyta, vertikalja e dytë që ne po punojmë është ajo fizike. Pra ne kemi konferenca të një niveli, mund të them, europian, pra nuk janë konferenca, nuk janë evente 2 apo 3 orë, janë konferenca një ditore, të cilat bazohen mbi edukimin, mbi ndarjen e informacionit, por mbi të gjitha mbi rrjetëzimin. Pra ne punojmë që në këto konferenca njerëzit të rrjetëzohen sa më shumë, përpiqemi të njohim sa më shumë njerëz me njëri tjetrin, përveç procesit që ata bëjnë vetë, ne përfshihemi gjithashtu dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne kemi pasur 2 evente, një në Tiranë dhe një në Londër, me një totale prej 360 pjesëmarrës. 60% e këtyre dhe çfarë e bën unik këtë event është fakti që të gjithë njerëzit janë aty për një qëllim. Janë aty që të rrisin biznesin e tyre. Dhe 60% e këtyre pjesëmarrësve janë pronar biznesesh, 30% janë drejtues të lartë korporatash dhe 10% investitorë. Ne kemi pasur biznese të vogla që po eksportojnë nëpërmjet rrjetit ton. Kemi investitorë të cilët janë në procese për të kuptuar, po themi sfidat e startupeve dhe se si mund të investojnë. Kemi gjithashtu profesionistë që po gjenerojnë leads dhe mundësi të reja për të futur në tregje më të mëdha dhe për të aksesuar tregje globale. Kemi arritur në këto 2 evente më shumë se 20 bashkëpunime konkrete që bizneset sot po operojnë. Dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm është fakti që ne kemi gjithashtu investitorë të huaj dhe korporata ndërkombëtare, të cilat për të zgjeruar në tregun e Ballkanit, për të sjellë një eksperiencë të re, për të sjellë një produkt të ri, na kanë besuar ne nëpërmjet 2 mekanizmave tanë për të shtrirë dhe për të krijuar filialet e tyre. Do e kemi më qëri përmënde, pas Tiranës dhe Londrës në vije konferenca radhës në Berlin, apo jo me datë 27 qershor, më falë. Çfarë do mund presin sipërmarrësit tashmë nga kjo konferencë, që do na mbahet në pak javë? Atëherë, ne këtu kemi shumë tema që do diskutojnë, kryesisht investimet në trojet shqipfolse, si po bën biznes diaspora, teknologjia, inovacioni, ndërtimi, real estate, turizmi, marketing, pra kemi shumë tema të cilat ne prekim. Mbi të gjitha pjesëmarrësit aty do të takojnë persona të cilët janë të gatshëm të bëjnë klientët e tyre ideal. Pra çdo biznes që ka nevojë për rritje të shitjeve, ka nevojë për rritje të kapitalit, duhet të jetë në këtë konferencë. Dhe diçka për ta cilësuar, ne jemi si ndryshe nga 2 konferencat e para, që normalisht interesi ishte më gradual. Ne tani jemi gati 20 ditë përpara, 22 ditë përpara, dhe jemi pothuajse afër limitit të vendeve që ne kemi të mundshme për pjesëmarrësit. Pra kemi edhe më pak se 50 bileta mbetura, dhe kjo tregon shumë faktikisht sepse kemi pjesëmarrës nga gjithë Europa. Dhe kjo tregon se sa shumë shqiptarë po i besojnë kësaj nisme dhe se sa shumë shqiptarët janë gati për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Dhe kemi gjithashtu shumë pjesëmarrës dhe shqiptarët të Maqedonisë Veriut. Po këto doja të pyesja, nga rajoni kemi edhe më konkretisht ndoshta nga treva shqipfolse flasim. Po, kemi shumë nga Shqipëria që po ftojnë, po fluturojnë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Më shumë ka normalisht në rajonin Gjermanfolës, Gjermani, Zvicër, Austri. Kemi pjesëmarrës që po vinë nga Mbretëria e Bashkuar, por kemi gati 25% e audiencës vjen nga rajoni jonë. Edhe kjo është për të vlerësuar dhe mund të shpreh falënderime të gjithë ata që po udhtojnë, përveç pjesëmarrjes janë duke marrë përsipër edhe gjithë kostot e tjera për të ardhur në këtë konferencë, edhe për të besuar një misioni, sepse unë e them që nuk mund të bëhet dot asgjë vetëm, vetëm së bashku mund të krijojmë diçka me vlerë.
Hudi, po jemi afruar vetë e fundit të bisedes, vetëm shkurt do doja dija një këshill, me qenë se përmendë që edhe vetë personalisht je shumë i gatshëm të ndihmosh gjithë të rinj që duan të futen në botën e biznesit, por gjithashtu edhe Business Network Albania, domethënë jeni të gatshëm që t'jeni me ta në çdo hap edhe në çdo formë, kështu që shkurt një këshill edhe për ta përmbledhur si bisedë. Pak a shumë të gjitha u than, po ndoshta për fund diçka që mund ta kenë me vete. Këshilla ime vetëm është ne kemi shumë ide, duhet filluar t'i ekzekutojmë. Dhe nëse je në këtë fazë, eja të diskutojmë, të japim dorën njëri tjetrit dhe të forcojmë së bashku. Nëse jemi në një fazë që po kërkon rritje, bashkohu me ne për të krijuar një kapital të jashtëzakonshëm dhe të krijojmë forcë ekonomike për shqiptarët kudo ndodhen. Thjesht së bashku mund të bëjmë gjëra të bukura. Përndryshe ne do të mbetemi një lloj siç kemi qenë gjithmonë. Unë uroj që këto fjalë të mirën parasysh dhe po ashtu ju uroj shumë suksese në konferencën e ardhshme në Berlin dhe uroj që ritakohemi për të tjera biseda, pse jo edhe fizikisht këtu në studio. Faleminderit edhe një herë që gjete kohë dhe mundësi të jesh me ne dhe shumë suksese tutje. Me kënaqësi. Ju përshëndes, mirupafshim. E ta është të dashur, unë t'ju përshëndetur dhe për sot po ashtu dhe për fundjavë, duke shpresuar që të kaloni sa më bukur këto 2-3 ditë që do keni pushim, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.